SBA do të paraqesë një dokument për njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe shtetit të Serbisë, kështu ka thënë analisti Dušan Janić në emisionin Balkan Talks. Janić ka konfirmuar se ekziston një draft i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku i kërkohet Serbisë njohja e Kosovës si shtet. Unë i qëndroj të times, por ka disa ndryshime dhe di që termi non-paper është i famshëm për Ballkanin dhe unë e përdor edhe për Aleksandr Vučićin apo për njerëz të tjerë, por këtë herë fola për ekspert amerikan apo kongresmen që po përdorin baza për dialogun e ardhshëm. Sipas informacioneve që unë kam, Kongresi Amerikan pranoi ligjin për Ballkanin Perëndimor. Edhe ai e thot qartë se duhet arrihet një marrëveshje për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Burimet e mia janë ekspert dhe politikan, tha Janić. Një javë më parë, eksperti i politikave të Ballkanit Perëndimor deklaroi se në muajin mars ose prill të këtij viti, SBA do të paraqesë një dokument për njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Sipas Janić, dokumenti në fjalë nuk do të jetë non-paper dhe kjo i ka frikësuar serbët. Përndryshe, Kosova dhe Serbia kanë rritur dakordimin për marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit në vitin 2023, por deri më tani kjo marrëveshje nuk ka gjetur zbatim. Gjatë mandatit të qeverisë Kurti, Kosova dhe Serbia zhvilluan një sër takimesh në nivel të liderëve, si dhe në atë të krye negociatorëve, mirëpo palët nuk u pajtuan për zbatimin e marrëveshjes. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit 2025 ka mbetur i bllokuar pa ndonjë progres të dukshëm, siç thonë njohësit e këtij procesi, për shkak të zhvillimeve të brendshme politike në të dyja vendet dhe mungesës së një angazhimi më të fuqishëm nga Bashkimi Evropian. Mungesa e formimit të institucioneve në Kosovë dhe trazirat politike në Serbi, sipas tyre kanë bërë që ky proces të ngecë. Ndërkohë i kërkohet Bashkimit Evropian që të adresojë disa parakushte ndaj Serbisë, si për përgjegjësitë e saj për sulmin terrorist në Banjska e po ashtu lobimin intensiv kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.